Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet sekreti ja si ta përdorni specin djegës për të shëruar reumatizmën dhe artritin. Dhimbjet reumatike janë shumë të forta dhe thuajse nuk qetësohen dot pa medikamente. Kjo recet që ne do t'ju paraqesim në këtë video është shumë efikase në lehtësimin e dhimbjeve reumatike dhe dhimbjeve të tjera. Vaj me spec djegës është një mënyrë efikase në lehtësimin e dhimbjeve sepse nxit qarkullimin e gjakut. Gjithçka që juve do t'ju duhet janë 10 speca të freskët djegës, 2 gota vaj ulliri. Lajni speca dhe më pas priteni në copa të vogla. Futeni në një kavanoz qelçi dhe hidheni 2 gotat e vajit sipër. Lëreni vajin e specave të qëndrojë në një vend të errët dhe të thatë për 7 ditë. Pas këtyre ditëve, kullojeni vajin me anë të një nape, masazhoni zonat që ju dhëmbin me këtë vaj. Këtë procedurë ju mundet që ta përdorni 2 herë në ditë derisa dhimbjet ju kenë kaluar plotësisht. Është rëndësishme që ju ta mbani gjurin tuaj dhe trupin të ngrohtë pasi të keni aplikuar masazhin me vaj djegës. Janë shumë faktorë të cilët shkaktojnë dhimbjet e gjunjëve, të shkaktuara kryesisht nga artriti, osteoartriti, artriti reumatoid dhe septik, cistet e gjurit apo frakturat. Dhimbjet e gjunjëve janë të padurueshme dhe therse dhe gjithashtu frenojnë tërësisht aktivitetin normal fizik. Sipas ekspertëve zakonisht, dhimbja e gjunjëve shoqërohet gjithashtu me ëndjen e tyre, kufizimin e lëvizjeve normale të gjymtyrëve, problemet me ngjitjen dhe zbritjen e shkallëve, qëndrimin në këmbë apo ulur, si edhe problemet të cilat mund të kenë të bëjnë me sadopak aktivitet fizik. Gjithashtu, dhimbja e gjunjëve shkaktohet edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje ndikon në ëndjen e gjunjëve, skuqjen e tyre dhe madje dhe në rritjen e temperaturës së trupit, vështirësi në ecje si edhe në përkulje gjithashtu. Ne këtu do t'ju sugjerojmë këto metoda krejtësisht efikase të cilat do t'ju vini juve në ndihmë. Vendosni kompresa me akull tek pjesa e gjurit që ju dhëmb, mbajeni për 20 minuta dhe bëjeni këtë ritual gjatë ditës. Shtrëngoni pjesët e gjurit që ju dhëmb përmes një fashe elastike. Mundohuni që të pushoni sa më shumë duke evituar lodhjen e gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plotë. Vendosni gjithashtu jastëk të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa pushoni. Ndërkohë, hidhni një lugë gjellë me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. Nga ana tjetër, përzieni bashkë derisa të formohet një pastë homogjene dhe masazhojeni pjesët e gjurit me këtë vaj në zonën që ju dhëmb. Këtë ritual mund ta bëni të paktën 2 herë në ditë për një javë. Ndërkohë, mund t'i shëroni këtë dhimbje edhe nëpërmjet ushqimit. Ju mund të lehtësoni dhimbjen e gjunjëve përmes një diete të mirë ushqimore me produkte të cilat janë tërësisht të pasura me vitamina dhe me minerale, si edhe me antioksidant të ndryshëm. Peshku përmban vitaminën B, si për shembull vitamina B6 e cila mundet që të luftojë anemin, si edhe vitaminën D e cila është e rëndësishme për asimilimin e kalciumit, një element jetik ky për forcimin e kockave. Portokallet, duke përmbajtur një sasi të konsiderueshme vitamine C, forcojnë kockat dhe imunitetin. Perimet me gjethe si për shembull spinaqi, lëpjeta e të tjerë janë një burim i shkëlqyer i vitaminave A dhe C, luteinës dhe beta-karotenit,
Kur këto kompozime bashkohen, krijojnë mbrojtje të shkëlqyer nga krijimi i shumë sëmundjeve. Bajamet janë burime të pasura gjithashtu me vitamina dhe me minerale. Bajamet paraqesin një nga komponentët bazë për energji, si edhe për vlera ushqyese. Gjinxheri njihet si një nga produktet më të çmuara me përdorimin e gjerë të tij në lehtësimin e dhimbjeve nga komplikacionet të ndryshme shëndetësore. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet mund të mbështeteni tek mjekësia alternative e cila mundet që të rezultojë shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe i piperit të kuq djegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Juve do t'ju duhen 2 lugë piperi i kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën tuaj të prekur. Përsëriteni këtë gjë të paktën 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit gjithashtu ka veti shumë të fuqishme anti-inflamatore dhe në mënyrë efikase ai mundet që të trajtojë dhimbjet e gjurit. Mjafton që ta ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni në gjuhë duke masazhuar lehtë me duar. E lini që të veprojë disa orë dhe më pas shpëlajeni. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Më parë ju duhet që të konsultoheni me mjekun për çdo recetë që ju vendosni të aplikoni. Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë gjunjët, meqense ato na ndihmojnë me lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë tepër të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtim, ulje dhe shumë lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi dhe të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit duhet të veproni shpejt, sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet që mund të sjellin tek gjunjët tanë. Nga ana tjetër, këtu ju do të mësoni një ilaç natyral i cili është shumë i rëndësishëm që është në gjendje të qetësojë dhimbjen në gjunjë për disa minuta. Por jini të vetëdijshëm se kjo dhimbje mund të shkaktohet nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e tepruara fizike dhe artriti. Prandaj, hidhini një sy kësaj recete, por mos i shmangni kurrësi takimet tek mjeku. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1 e verdhë veze, 2 lugë krip dhe fash elastike. Udhëzimet: rriheni të verdhën e vezës dhe më pas përzijeni atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet që ta kryeni këtë praktik me fasha 4 herë në ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.